Zonja Iqbale, ke arrit me i pa disa sekuenca ose e përcjell Big Brother si reality show? E përcjell për arsye se dua të shoh dhe të mësoj nga e shëmtuara dhe e bukura. Tash Big Brother e shëmtuar apo e bukur? Ka edhe ato edhe ato. Të dyja ti ka nga pak, mirë po na duhet të ecim patjetër me kohën. Kjo është koha, kjo është rinia jonë. Kjo është e ardhmja jonë që duhet korrigjohet normal, mirë po gjithmonë sa i përket tematikave të fesë, gjithmonë ka përplasje. Ka përplasje mes besimit të drejtë dhe besimit si aksesor mediatik. Do me thënë, këtë rast është përdor si aksesor nga ana e gjestit, si me gjuajtjen e ati kryqit në pishin që ishte një gjest që nuk i takon një besimtari ta bëj, por muslimani e bën, nuk e ka problem, po ka dallim besimtari me muslimanin. Edhe gjithashtu ka plotësisht të drejtë zotëriu Ngecaj. Më vjen mirë që unë njoftova edhe përmes mediave me qëndrimin e tij që ka, por në kohrat e komunizmit normal që na s'kemi pas atë lirinë e të shprehurit, edhe ka qenë madje edhe cenzura, nëse shkojmë në Shqipëri edhe ma keq janë prish kishat edhe xhamijat, ndërka që mas luftës nuk ka met ma ai islami, ashtu të themi, tradicional, të cilin unë e tham islami komunist ka qenë ajo, sepse na në Kosovë kemi pas një liri, po ka qenë tamam ashtu komunist edhe hoxhallar të cilët e kanë kërku të drejten, kanë vujt në përburgje nga 20 vjet bashkë me politikanët, ose hoxhallarët kanë qenë bashkëpunëtorët e udhëve së tyre. Kështu që këtu në biz showa, si pitoni showbiz, në showbiz edhe në përjete sociale, këto sekuencat fetare po keq përdoren, sepse nga njerëzit që kanë njohuri sipërfaqësore, se një person që ka njohuri të thella për diçka, ai man edhe përgjegjësi pas asaj. Kështu që çështjen e Laertit unë e kam diskutuar edhe në rrjete edhe në televizionet të Shqipërisë. Kemi pa që ke qenë mjaft aktive edhe në rrjetet sociale me reagime. E kam pa se nga backgroundi i tij e kuptoj që Laerti është një personalitet mjaft me background të lartë, është një regjisor filmi, është një filmi drame dhe mbi të gjitha është një opinionist, mendimtar i thukt edhe i drejt. Dhe këtu nuk e gjykoj Laertin, sepse ai e ka bo hot talk, që thënë talk? Po, hot talk, do të mësoj. Qashto? Aty për aty, folshim ma mirë. Do më thënë, ai ka bo aty për aty, por ka pas informacioni. Se ndryshe është kur ta bën diçka aty për aty, po s'ki informacion. Pra ti po thu që gjesti veç e ka përfitu se moment televiziv, nuk ka informacione më të thella, ndërsa Laerti donë se ka reagu aty për aty, ka mendime ose ide, informacione të tjera. Ka informacion edhe është shumë e vërtet informacioni ti, sepse krejt na i kemi këtë informacion. Që është i vërtet informacioni ti, ata që thonë Allahu Ekber presin kokë ata. Po, është i vërtet, po jo për të gjithë. Jo, kjo është shumë e rëndë. Shkoni ju në vitin 2012 dhe 2015. Parimisht, kjo deklarat duhet të thumbohet, duhet të merren masa, edhe kjo deklarat duhet të rhiqet, duhet të kërkoj falje, nëse se ka bo akoma, sepse Allahu Ekber ka një domethënie. Na kemi fakt, ka domethënie hynore. Cila është? Por Allahu është më i madhi. Fiks. Dhe kjo përdoret për namaz, për lutje, për ezan, përdoret për flijimin, kur ta prejmë na një kurban, thëmi Bismillah, jo Rahmani Rahim, mëshiruesi mëshirëploti, Bismillah edhe Allahu Ekber. Për flijimin, që e bëjmë këtë flijim vetëm në emër të Zotit, se për ndryshe nuk e kishëm prej. Ndërkaq në Siri, në 2012... Ai është referu terrorizmet. Po, vetëm ti ki fakte na ju japin në përjete sociale, në 2012 në Siri, që ta 400... Mos thuj Allahu Ekber, ai din ti që kushtot Allahu Ekber,
janë ata që presin kokat. Kjo e din njerëzit edhe në heshtje, për nuk e thonë. Jo, bre, zonja Por Iqbal. jo të gjithë, jo të gjithë, na e përdorim edhe për ezane, mirë po në Siri, pra po e përsëris 2-3 herë, 2012 deri 2018 janë bo krime në mes të muslimanëve, edhe sot shkoni që i kanë pre kokat edhe në emër të Allahu Ekber, sepse e kanë fliju një jo besimtar, një qafir, apo sot mrenda 2 jave në mars edhe në shkurt të vitit 2025, para një muaj, 10.000 musliman alevi që janë pre, janë shkatru deri në dhomë gjumit i kanë. A nuk është fyse kjo deklarat për fen tuaj personale? Kjo jo që është fyese, une nuk po e thëmë, por është e vërtet. Është e vërtet, sepse ti... Është fyse. Nuk ka asë një... do me thonje dhe një argument të fuqishëm që e bën gjithë fenë muslimane terroriste. Atëherë, jo, gjithë fenë unë e thashë na e përdorim për ezan. Por Lajepja nuk është e ka përgjithsu. A e ka përgjithsu. Ata që thonë, edhe unë e thamë Allahu Ekber. Po, ama në qëfar konteksti e thoti? Kur të falesh namaz, kur të athire zanin, apo Zoti i madh? Nuk do të thot ti me thonë me një kontekst të caktuar. Në Siri, një nan, me një kontekst të caktuar, ti nuk e kitë për kufizu në këtë fjallë me përmend vetëm kur pret koka. Nuk e kitë për kufizu me. Jo, kurse si, kjo është bërë për mu përdor për qëllim të mirë. Këta që e bojnë, këta nuk e përfaqësojnë islamin. Veç mëse normalizo si situatë Jo, këta nuk e përfaqësojnë islamin, ato ta dini. Një dhe një bëjnë 2. Këta nuk e përfaqësojnë islamin, janë grupe terroriste që e keq përdorin fjalën e Allahut. Është rast në Siri, kur nana e ka pa djalin duke ja therrë në qaf. Që tha shumë drejt, që e keq përdorin islamin. Po, se ekziston. Jo, ishte edhe në fillim më sa e kuptova unë të ju aludu në atë pjesë, dhe jap drejt që po e keq përdorin islamin. Kur ta kontekst. Se është emër hynor. Është emër hynor. Kjo kur keq përdoret disa herë, edhe shifet shumë shpesh në media, dikur vetvetiu të disa gjenerata, ajo ngulitet në kohë edhe pa vetdije e lëshon një fjalë tillë. Kjo nuk do të thotë që dikush pëndron këtë pjesë ose atë pjesë, por pasojat janë. Ti mundesh me thonë rënoft liria edhe kape preje njerin. Jo. Për shembull, kjo i bjerë njësoj. Allahu Ekber edhe kanë prej, kanë bo gërdi, kanë bo lumenje. Sot, media tona që nuk i tregojnë të ndodhi që ndodhe në Siri, momentalisht, në Al-Qaida që ka bo në Irak, ISIS që ka bo në Siri, që kanë shku 400 persona, Unë mundet me qenë shumë i pa informu në doshta për fentime, por nuk muj me leju që feja muslimane mu barazu me terrorizëm. Jo, nuk e përfaqësojnë. Ata, na i kemi Allahu Ekber për ezani. Për pikërisht që nuk e përfaqësojnë, ne duhet me ngrizonin që kjo është një gjë shumë ofenduse për secilin person që është i fesë muslimane. Po, është ofenduse, po është realitet. Për gjithë njerëzit normal, janë ofenduse jo veç për musliman. Fjalë të cilat çojnë mesazh të gabueshëm. Ne po flasim konkretisht për Allahu Ekber. Konkretisht, pa dyshim që ne jemi këtu me përcjell mesazhe sa më të mira për njerëzimin. Të sillemi ka ana njerëzore. Po. Pa marrë parasysh fenë. Është e vërtet, unë edhe në fillim kur e fillova debatin edhe e thash që eksponent caktum fshehen prapa edhe islamit, fshehen edhe prapa shumë çkafe për me kry në emër të asaj qëllimet e veta për me arrit. Dhe kështu bojnë edhe organizata terroriste, mos u shqetëso heq. Është e vërtet, është e vërtet. Nuk e mohoj si çka bojnë organizata terroriste. Edhe shumë ka nuk e mohoj si çka bojnë organizata terroriste. Po ajo, ata e keq përdorin. Jo njerëzit e përditshmërisë son, por njerëzit e përditshmërisë son e kanë në ndije që kjo fjalë kur keq përdoret për prerjen e kokave dhe dashit, deles kur e pren. Kaq, unë po ju tham një rast, këtu në Siri që ka ndodhur, si psikologe, mundeni me bo një krahasim,
Nana vetë e ka pa djalin t'u ja prej para syve, nanën e kanë lënë gjallë, ja kanë he kokën, edhe nana ka shku në psikiatri sa herë ka dëgju fjallën e ezanit Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gjithmonë ato skenat i kanë ardhur parasysh. A mund t'jetë kjo e vërtet? Po pa tjetër se ka asociu me situatën cilët na jo ka përjetu. Pa tjetër.